Ky lloj është një inkurajim, sepse i bie që sa herë që ka vepra penale, do më presin të kemi një amnisti, sepse mund të përfitojmë dhe mund dalim nga ky amnisti. Por a kanë qenë burgjet e vendit institucione rehabilitimi? Në shumicën e rasteve nuk kanë treguar që kanë qenë institucione rehabilitimi, sepse personat edhe mbas daljes nga burgu kanë kryer dhe janë kthyer në aktivitet, dhe në sidomos ato që kanë qenë në aktivitete kriminale të një shkallë të lartë zgjidhje, kanë kryer të njëjtat vepra penale. Kujtojmë atëherë Dan Utrën, në momentin që doli, që vrau dhe 3 gra të tjera dhe u kthye prapë në qelinë e burgut. Morëm një rast ekstrem, por jo vetëm raste ekstreme, por kur burgjet nuk e kryen, po themi, institucionin e riedukimit, pra aq kohë sa është folur shpeshherë për burgjet, për korrupsionin, vjen e lartë, pasiguria antar, rasti i përqinit kur personi fut armën dhe ekzekuton një tjetër person brenda hapësirës së burgut, dhe rastet e arratisit nga burgut, gjitha këto kanë treguar një lloj dobësie të këtij sistemi, sigurie, por edhe rolit edukues apo rolit të rehabilitimit tyre. Dhe unë mendoj që nuk është vetëm dalja nga burgu një rehabilitim, por do të jetë dhe një institucion tjetër që ta përgatisë atë për të pranuar në një shoqëri. Pra për rehabilitimin, por se si ne mund t'i rehabilitojmë këta njerëz për t'u kthyer dhe për t'u integruar përsëri në shoqëri.